juridikisht në rregull, ndërsa proceduralisht i menaxhuar keq, sepse të njëjtit kur kanë dhënë ndërheqje është dashur që të trajtohen si ndërheqjet e tyre një afati optimal për të rikthyer, dhe tani nuk ka pasur nevojë që t'ju japim një alibi atyre që vetëm pas kërkesës për tërheqje të ndërheqjeve të vendos këshilli, në këtë rast këshilli gjyqësor, por edhe këshilli prokurorial disa ditë më herët. Pra, një vendim i drejtë, një vendim i pa alternativë, sepse shteti nuk është organizatë jo qeveritare për të luajtur me institucionet e vendit, por që po e them i menaxhuar keq, sepse duke menaxhuar situatën si të tillë, i është dhënë mundësia këtyre zyrtarëve serb të dirigjuar direkt nga qeveria e Republikës së Serbisë, nga një shtet armiqësor, të krijojnë alibi që ne dëshirojmë të kthehemi, por nuk na pranojnë. Pra, kjo ka qenë e evitueshme kjo situatë dhe nuk e kanë evitu këshillet përkatëse, prandaj kjo është vërejtja ime ndaj tyre, përndryshe juridikisht nuk do duhet ndodhte ndryshe. Ata kanë dhënë ndërheqje madje duke materializuar një skenar të mirë menduar, mirë përgatitur nga qeveria e Serbisë, me qëllim që të krijojnë situatat e tilla, narrativat e tilla për gjëja diskriminimin e komunitetit serb në Kosovë, mos trajtimin e duhur, për të nxitur një lloj frike, një lloj kaosi, një lloj pasigurie juridike dhe për ta shtyr tutje narrativën e tyre falso që shteti i Kosovës nuk mundet dhe nuk ka perspektivë për komunitetet pakisë. Prandaj nuk kemi pasur nevojë që t'ju lehtësojmë këtë skenar shkatërros atyre, por ja që ka ndodhur, tani më mirë vën se kur, duhet shpejt ta dërgojnë edhe listën e tyre dhe kërkesën për lirim. Zoti Hoxha, a mund të ankemohet vendimi i KGK-s dhe mbase çfarë pastujash mund të kishte nëse rasti përfundon sërish në gjykatë, apo një gjë e tillë është e pamundur? Ja, absolutisht. Ata kanë ofruar ndërheqje tashmë 4 vite, rreth 3-4 vite, dhe do të lirohen nga detyra nga presidenti i vendit dhe nuk ka asnjë mjet juridik që ju jep të drejtë për të ankimuar këtë vendim, përveç ankesave politike që pres t'i bëjnë dhe të ketë disa reagime, por megjithatë situata prapë është e menaxhueshme, sepse këshilli gjyqësor besoi, ashtu do kisha vepruar edhe unë, që shpejti duhet të hap një konkurs për komunitete, një konkurs pastaj të konkurrojnë natyrisht në bazë të përqindjeve të rezervuara komunitetet dhe shumë shpejt